Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë në Ferizaj Xhemal Reqica thotë se ligji për trajtimin e qenëve ndacak urgjentisht duhet të ndryshohet. Për Reqicën, vendi ynë nuk është i gatshëm për t'i trajtuar qenët e rrugëve sipas metodës së kastrimit të tyre. Ai thotë se zgjidhja do të ishte veç eliminimi i tyre. Për ta trajtuar një qen apo për të kujdes një qen, çaq numri i madh është ta bojmë një strehimore na kushton sa ta marrim në spital. Se aty do të kem punëtor, do të kem ushqim, do të mbikëqyrje. Prandaj, unë e di që me ligjin 2002 është pruve Bashkia Evropiane në mbrojtjen e gjallësave, në mbrojtjen e kafshëve, por mbi të gjitha është jeta e njerit. Edhe pse poli kundër ligjit, nuk mundem kështu, do të marrim masa drastike, do t'i eliminojmë. Nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk mundem me këtë numër t'i trajtojmë. Na i trajtojmë, pilirojmë. Por, përveç ligjit për trajtimin e qenëve ndacak që është vështirë i zbatueshëm, siç duket e vështirë për komunën është edhe pastrimi i qytetit nga veturinat. Por është vështirë të mësojmë njerëz, të fitojnë shprehinë e punës njerëz atëherë ku do ta hollin veturinat, vendcaktuar. Nuk e kanë. Atëherë shteti çdo herë po merr, domethënë çdo herë është në aksione. Por për fat keq, unë isha në Livall atje ku kanë luajt fëmia. Domethënë sot na e hiqëm, mbrëmje dëgjojmë për llog përsëri. Pse në Prizren nuk kemi qenë? Pse nuk po i dënoni, pse nuk vjen inspektorati në vend të ndryshëm? Fakt, ajo është ajo me e vërtetë, është inspektorët duhet më tepër të angazhohen rreth hudhjes veturinave. Na dhe në qytet tash dalim, çdo skut, aty ku nuk e shef dikush e hudh kesën me veturina. Prandaj duhet vetë isomi dhe ta kuptojmë se çdo kuj mund të ndodhë kjo. Ndryshe, komunarët sot kanë reaguar për rastin që i ndodhi 7 vjeçarit Urim Tushës nga Ferizaj. Nëpërmjet një komunikate, kryetari Sfarqa u zotua për një përkraje jo vetëm morale. Kurse, pasi që familja Tusha është në listën e familjeve që marrin ndihmë sociale, Drejtoria e Shëndetësisë ka parapar një shumë të gatshme parash në vlerë prej 1.000 eurove.